Në Bashkinë e Vlorës, gjithçka mund të mungoj, por kurajoja jo. Kurajo për të denigruar, shpifur apo mohuar, sikundër ka ndodhur këto ditët e fundit, drejtues të këtij institucioni dalin të akuzojnë publikisht qeverinë për mungesë fondesh dhe financimesh për këtë bashki apo për 100 vjetorin, duke harruar se vetë ky institucion në buxhetin e tij ka parashikuar vetëm 50 milion lek për aktivitet kulturor gjithvjetore. Ndërkohë që qeveria shqiptare ka akorduar për Bashkinë e Vlorës një grant me vlerë plot 1.4 milion euro për këtë vit, këta të fundit harrojnë ta përmendin. Madje përpos kësaj, në datë 12 shtator, Këshilli i Ministrave miratoi dhënien e një fondi shtesë Bashkisë së Vlorës për financimin e projektit rikonceptimi i sheshit të Flamurit. Vlerë kjo e shtuar grantit. Kështu, shumë projekte në Bashkinë e Vlorës po bëhen me paratë e qeverisë, pavarësisht si deklarohen apo motivohen nga drejtuesët e saj, të cilët përveç nihilizmit, asgjë tjetër nuk kanë merit. Disa drejtues në bashki nuk azhornohen as me informacione zyrtare e jo më tepër se kaq. Kështu duket se deklarimet absurde për mungesë investimesh dhe grantesh në Vlorë i përgjigjen deklarata të tilla të kreut të qeverisë, të cilat konfirmojnë se mjafton të bëhen projekte dhe qeveria është e gatshme t'i financojë ato, pavarësisht parave të dhëna në fillim vit, në trajtën e granteve, ku Bashkia e Vlorës ka marrë plot 1.4 milion euro. Por në Bashkinë e Vlorës, askush nuk lodhet të hartoj projekte apo të ketë strategji. E aq më pak të bëj punë, e përballë kësaj neglizhence të vazhdueshme të Bashkisë së Vlorës dhe administratës së saj, s'mund të ketë reagim ndryshe. Me gjithë dashamirësinë dhe vlerësimin e treguar nga kryeministri dhe qeveria me akordimin e granteve dhe fondeve për çdo projekt që ka shkuar për Vlorën, përtej dashamirësisë për qytetin dhe vlonjatët, edhe për të zgjuar ndërgjegjen e vlonjatëve në krye të bashkisë, këta të fundit, të zënë nga rehati, vijojnë të pushojnë e flasin broçkulla, të mos bëjnë projekte e të mos hartojnë strategji, duke lënë Vlorën në këtë vit jubilar me vetëm 50 milion lek buxhet për aktivitete kulturore, ku gjysma e tyre shkoi për koncertin e familjes së kryetarit Gjika, 25% e vlerës për koncertet e drejtorit të turizmit, rokun, parashytat, cirku në rrugë apo motoristët, që de facto vetë ofrohen të vinë në Vlorë. Këta drejtues të Bashkisë së Vlorës gjen kurajon dhe deklarojnë se qeveria i ka lënë pa lek dhe pa grante, pasi 1.4 milion euro, vetëm kjo administrat e di ku i çon, ku për vite me radhë s'ka ndenjuar të hartojnë ndonjë projekt, sado diletant për të qenë pjesë e financimeve si ai 12 shtatorit për sheshin e Flamurit. Teoria e famshme shpik se diçka do mbetet aq e propaganduar nga zoti Gjika. Duket se është asimiluar më së miri dhe nga vartësit e tij, të cilët përveç padijes, asgjë më shumë s'reflektojnë tek vlonjatët.